Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Tashmë në vitin e tij të 7, vendi im rikthehet jo thjesht si një koncert, por si një ritual i kujtesës. I rrënjosur në festimin e pavarësisë së Kosovës, kjo mbrëmje sjell jehonat e historisë, mallin për atë dheun dhe shpirtin e pathyeshëm të një populli. Në këtë natë të veçantë, muzika e lashtë shqiptare bëhet rrëfimtare. Meloditë të ruajtura brez pas brezi, të bartura për te oqeaneve, marrin një të re në një skenë të New Yorkut, duke rrahur në zemrën e një kulture të gjallë. Artistë të njohur shqiptar-amerikan bashkohen për të nderuar këtë trashëgimi duke ndërthurur traditën me të tashmen. Performanca e tyre nuk dëgjohet vetëm, por përjetohet si një homazh për lirinë dhe një rikthim simbolik në shtëpi përmes muzikës shqiptare. Për të mësuar më shumë për koncertin përmes videolidhjes do të zhvillojmë bisedë me Ergin Oda, organizatori i koncertit Vendi im në New York të Shteteve të Bashkuara. Përshëndetje Ergin, faleminderit që na u bashkove në intervistë. Përshëndetje Arbresha dhe shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të bisedojmë. Faktikisht kjo është intervista e parë që po zhvilloj në lidhje me koncertin. Nuk kam dhënë asnjë intervistë tjetër. Domethënë po fillojmë me Radio Televizionin e Kosovës, koncert që i dedikohet Kosovës me televizionin publik të Kosovës. Shtetëror. Publik të Kosovës ashtu. Me që ky është edicioni 7, në fakt, që ka habi, si nuk keni pasur intervistë ndonjëherë për edicionet paraprak, por megjithatë, ja vlen tani ta bëjmë intervistën. A mund të na thuash, Ergin, çfarë domethënie ka për ju koncerti? Vendi im është edicioni 7 në kontekstin e pavarësisë së Kosovës dhe çka do të përfshijë ky koncert? Intervista ka pas për çdo edicion, po për këtë edicion është intervista ime e parë që po jap për një televizion, domethënë po fillojmë kështu me këmbë të mbarë. Ky koncert është një homazh për të gjithë ata që kanë sakrifikuar jetrat e tyre që ne sot të frymojmë. Ky koncert festohet, realizohet, domethënë me dinjitet, me një finesë dhe artistlëk që i ka hije një shteti të sapo lindur. Ky koncert po ashtu ka një ndikim shumë të madh tek komuniteti shqiptar që jeton këtej, sepse nuk ka një koncert të tillë të këtij karakteri, nuk ka ekzistuar. Me momentin që unë kam migruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas disa viteve, duke parë se si kjo pavarësi e jona servohet tek ky komunitet kaq i madh që vazhdimisht është në rritje. Atëre pash si profesionist e pash të arsyeshme që duhet t'i vihem punës, të punoj fort, edhe të sjell diçka të bukur në mënyrë që të jetë si një letërnjoftim, pasaport për shtetin e Kosovës këtej oqeanit. Ergin, domethënë ky është edicioni 7, unë të keq kuptova, mendova që nuk e pasur intervista për koncertin asnjëherë, po megjithatë jemi në rregull. Mos ke merak fare. Në këtë rast, pse është e rëndësishme që ky koncert të lidhet me festimin e pavarësisë së Kosovës? Domethënë, sigurisht është e para sepse kemi kohë deri në shkurt. Ashtu, shiko, tani koncerti dedikohet kryekëput pavarësisë së Kosovës, sepse siç bëhet një koncert themelor në Kosovë, nga Filharmonia e Kosovës, nga kori i Filharmonisë së Kosovës dhe artistë profesionistë atje, pak a shumë domethënë në atë filozofi, sepse unë jam praktikisht lind nga Filharmonia e Opera e Kosovës, kam punuar për një dekadë atje, jam produkt i atij institucioni dhe me ardhjen këtu domethënë kam dashur të vënë në pa një koncert që është teatral, shumë artistik dhe punohet me shumë finesë dhe të jetë koncert themelor, domethënë pavarësisht që bëhen evente të ndryshme që i kushtohen datës dhe shumë mirë që bëhen, po një koncert që është dinjitos dhe ka ngjyra të bukura dhe prezanton shtetin e Kosovës ashtu si duhet, duke u bazuar tek melosi ynë i pasur shqiptar, sepse ajo është karta jone identitetit, do të thënë pasaporta më e bukur. Kjo ishte domethënë ideja që tu servojmë shqiptarëve që jetojnë këtej, sidomos brezave që vijnë, po edhe publikut amerikan, sepse gjithmonë
në sallë ka dhe amerikanë, të ftuar senatore, kongresiste, ftyra të njohura publike dhe ata persona që janë kyç të komunitetit, do të thonë ishte shumë e nevojshme që të vijë një koncert i këtij lloji. Ergin, këtë edicion, do të thënë vitin tjetër i bie, por ky edicion i radhës, si është përzgjedhur programi artistik, kush do të marrë pjesë, se me sa kuptova, do të ketë artistë që janë shqiptar, por edhe amerikanë, nëse nuk gaboj nga teksti që e përpunova edhe hyrjen, po. Po, gjithmonë, do të thënë kasti është i përzier, për arsye sepse mungojnë shumë instrumentistë në komunitetin shqiptar, unë do doja të ishin të gjithë shqiptar, por fatkeqësisht do të thënë nuk kam, do të thënë klarinetiste, kështu do të thënë oboiste, që të orkestrës që janë shqiptar dhe për atë arsye do të thënë është dashur që të përzihet kasti, do të thënë të ketë këngëtar nga Shqipëria e Kosova që për rezidencë ka New Yorkun dhe orkestra natyrisht jetë e përzier, do të thënë me atë sa kam shqiptar në orkestër në dispozicion. Dhe pjesa tjetër janë do të thënë instrumentistë amerikanë që kryesisht janë rezident nga Carnegie Hall, do të thënë kanë një karrierë të shkëlqyeshme këtej në New York. Tani kasti janë diku rreth 14 instrumentalistë në orkestër, ka një dirigjent amerikan që do ta udhëheq orkestrën dhe këngëtarët që do prezantohen për këtë koncert mund të përmenti 3 emra, po jo më shumë se aq, disa gjëra do i lëmë ekskluzive sepse në të lidhemi prapë, kur t'jetë koha për koncertit. Vedat Ademi, këngëtari joni i muzikës bavice, që jeton tani këtej. Mariza Ikonomi, këngëtarja jone e muzikës bavice nga Shqipëria, që ka dhënë shumë fonetetës muzikës shqiptare. Dhe pastaj do të jetë Estelina Syla soprano, që bën karrierë këtej dhe ka studiuar në Juilliard. Do të thonë, pak a shumë kjo është sa i përket çështjes së kastit, disa emra që janë më të mëdhenj, nuk po i zbuloj, është pak as herët. Keni dëshirë që t'jani një befasi edhe audiencë, sigurisht. Po pikat që do të interpretohen, cila do t'jenë? Muzika? Atëherë, po, unë kam studiu në fillimet e mia etnomuzikologi dhe jam nga ata pak student që kanë studiu etnomuzikologi në Kosovë. Dhe natyrisht e nostalgjia dhe shkolla që më ka dhënë ajo akademi nga e cila kam dalë unë, më jam përbërë që këtë muzikë ta kultivoj dhe ta prezantoj kudo ku ndodhem. Natyrisht këngët tona janë ato këngët tona të pastra, të pa bastarduara, do të pa ndikuara nga fqinjet apo muzika fqinësore që neve na thonë, do të thënë këngët tona shqiptare të lashta, edhe nga ato që kanë dalë nga festivali Radio Televizion Shqiptar, të kënduar nga Vacizela, Nixhmie Pagarusha, këngët e Simon Gjonit, e Prenk Jakovës, e Jarët të Shkodrës, do të thënë pak a shumë ky do të jetë cikli i këngëve të përzgjedhura dhe natyrisht do të ketë edhe disa vepra për orkestrë instrumentale që janë të riaranxhuara dhe që i përshtaten praktikisht këtij formacioni, sepse shumica këngëve duhet të riorkestrohen në mënyrë që ti përshtaten formacionit orkestral që kam në dispozicion. Dhe më thënë, programi është gjithmonë muzika jonë e pasur, e pastër shqipe, dhe kjo është qëllimi praktikisht. Dhe qëllimi është që koncerti dedikohet pavarësisë, festës sonë të shenjtë, dhe muzikës lashtë, shpirtit lashtë shqiptar. Ergere, në këtë kontekst, si arrin muzika jonë tradicionale shqiptare të ruaj kujtesën kolektive dhe identitetin tonë sot, sidomos konkretisht nëse mund të themi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tani nuk është e thjeshtë, për arsye se komuniteti është i larmishëm, do të thënë këtu ke shqiptar që janë nga Maqedonia, Malizi, Shqipëria natyrisht dominojnë më shumë, Kosova, dhe secili shpërndar me punët e me aktivitetet e me gjërat e tyre ditore, jetësore. E mira është që ky koncert ndodh për shumë vite dhe ka ndërtu këtë platformë. Njerëzit tashmë e dinë, nuk është më i panjohur sepse janë bërë shumë vite. Me momentin që plasohet ose prezantohet posteri zyrtar,
automatikisht ka një kurreshtje dhe një interesim nga ai audiencë që ne kemi krijuar ndër vite, po dhe të tjerë që na kanë gjitën gjatë rrugës. Natyrisht që neve kemi shumë mall këtej, duke jetu larg nga dheut, ti automatikisht bësh edhe më nacionaliste dhe më emocionale dhe të mungon shumë çka në momentin që diçka e tillë ndodh dhe kështu mblidhemi, do të thënë këta artistë që jemi këtej bashkë me ata instrumentistë amerikanë, natyrisht që kurreshtja dhe interesimi është i madh. Shpresojmë që të bëjehon akoma më tepër, sepse synimi ynë është që ti ushqejmë gjeneratat që vinë, që janë të rritur këtu, të lindur këtu, që akoma çalojnë me gjuhën shqipe, nuk e flasin aq mirë sa duhet, ti ushqejmë këtë gjeneratën e re, po edhe këtë gjeneratën prezente, me atë çfarë është vërtet shqiptar, që të dihet, të dallohet se çfarë është e jona dhe çfarë nuk është e jona, sepse edhe në Kosovën e Shqipërisë servohen këngë që s'kan lidhje me melosin shqiptar, por që janë të basantuara komplet. Dhe unë jam shumë fanatik, rigoroz, natyrisht, që gjithçka duhet të frymoj shqip, dhe duhet të jetë 100% shqip, dhe nuk lejoj këngë edhe sikur të jetë kënduar nga, ta themi, për shembull, nga Nexhmi Pagarusha, po që kënga mund të ketë qenë me ndikim grek ose të thash, atëre unë nuk lejoj këngë të tilla në program. Për arsye se duhet të jetë program shqiptar, sepse kjo është dhe qëllimi i konceptit, që ta ruajmë atë që është e vlerë, që kompozitor, autor, tekstësh, kanë punuar me djerë se me mund, që neve sot ta gëzojmë dhe ta përcjellim tek brezat që vinë. Po. Ergin, a mund të flasim ky edicion i 7 me radhë, i koncertit Vendim, për ju, çka paraqet? Është vetëm një koncert, apo është më shumë, diçka më shumë se nga ajo që na the deri tani, mund ta kuptojmë që është ndoshta edhe një përjetim shpirtëror, por dua ta marr një mendim kështu më të saktë. Unë mendoj që është kult tashmë. Domethënë nuk është vetëm një koncert, është një tempull, lirisht mund ta themi. Dhe pa modesti, më vjen keq që duhet të rënoj këto muret e modestisë, po koncerti është kopjuar edhe nga ambasadat e Kosovës në përbot, edhe madje më kanë telefonuar, më kanë kërkuar sugjerime, këshilla, dhe natyrisht e vlerësoj këtë, dhe më vjen shumë mirë që koncerti ka bërë këtë johon dhe ka ndikuar që dhe në vendet të tjera ku ambasadat dhe konsulatet e Kosovës veprojnë, ta kenë si referencë. Po ashtu tani dhe në Kosovë, do më thëmë, bëhet një koncert që përpik referencë ka Vendim. Ne jemi themeluar në vitin 2018, kur diçka e tillë nuk ka ekzistuar fare askund, as në Kosovë më dje. Imagjino, do më thënë, as në vendin e pavarësisë, një koncert i tillë nuk ka ekzistuar. Tani, do të thënë, që janë bërë shumë vite nga Vendim, e kanë marrë edhe si model, dhe mu ky fakt më gëzon jashtë mase, sepse ky është faktikisht edhe qëllimi im. Qëllimi im ka qenë që të shpërndahet kjo epidemi kulturore e shëndetshme dhe të futen dhe në marët në venat e të gjithashtu tyre shqiptarëve ku jetojnë e veprojnë, sepse e kemi për obligim. Tani ta shuajmë traditën është shumë e lehtë, po ta mbajmë traditën është pak më vështirë. Dhe kemi për obligim morale shpirtëror. Në këtë kontekst për ta mbajtur traditën, ky është edicioni 7, a keni pasur sfida për të organizuar një koncert të përmasave të tilla? Natyrisht, çdo vit më tepër. Sfidat janë shumë të mëdha, sepse e para punës koncerti është shumë i shtrenjtë, do të thënë do kosto të mëdha. Teatrot në New York janë të gjithë me union dhe të rëntosh një teatr që ka prestigj dhe është i njohur botërisht, do shumë financa, do një buxhet të bujshëm dhe po ashtu kërkon një background, do të thonë duhet të kesh një background që i përgjigjet praktikisht teatrit. Do të thonë sfidat janë natyrisht shumë të mëdha dhe keqja është që
ndonjëherë bëhet akoma më sfiduese kur bizneset ose ato biznesmen që jetojnë këtej dhe nuk e di rëndësinë, unë duhet t'ua shpjegoj nga fillimi, nga rrënjët e nga thelbi që ta dinë që ky koncert është një tempo që duhet të vazhdojë dhe të ulijet edhe gjeneratave që vinë, të vazhdoj dikush tjetër kur e vine nuk është më në gjendje. Do të thonë, më është dashur shumë djerë se mund që t'ua shpjegoj se sa vlerë rëndësi ka kjo, sepse të festosh në restorane, të kërcesh mbi tavolina, e t'i heqësh takat, do të thonë, ajo vetëm nuk na prezanton neve. Është një gjatë bisedës na tregove se çfarë dëshiron të përcjellësh ose çka dëshiron që publiku të marrë me vete nga ky koncert, por dua të ma bësh një përmbledhje shumë të shkurtër sepse kemi të kaluar minutat e lejuara për intervistën. Më vjen shumë keq në TV. Po. Çfarë do që të përmbledhë, domethënë, në lidhje me koncertin? Çka dëshiron t'ju përcjellësh brezave të rinj, por edhe gjithë atyre të diasporës që marrin pjesë dhe ndjekin këtë koncert, çka dëshiron që ata të marrin me vete? Ata me vete duhet të marrin këtë kartën tonë të identitetit që është melosi ynë i pasur shqiptar dhe ta ruajmë, domethënë, me fanatizëm, sepse kjo traditë jona është ajo çfarë ne vërtet jemi. Dhe një koncert i tillë që është shumë artistik dhe realizohet në një nga teatrat më prestigjioz të New Yorkut, duhet të jetë emblematik dhe duhet të jetë pikë reference thelbësore që t'ju ushqej të gjitha gjeneratat, pak a shumë të gjeneratës sime, të më të vjetër, ata që vinë, për ta kultivu muzikën tonë shqiptare, për ta vënë në shtylla të forta, dhe në anën tjetër ta prezantojmë shtetin tonë të Kosovës, këtë shtet të ri të Evropës, sa më mirë që është e mundur. Në mënyrë që t'u lëmë përshtypjet atyre amerikanëve që janë në sallë dhe pastaj të bëjnë pyetje se cila është kjo, ose edhe fundja t'u shtojmë edhe kurreshtit që ta vizitojnë Kosovën e Shqipëri. Me dokët, zakonet edhe kulturën tonë. Kjo është pak a shumë njëra nga synimet themelore të vetë koncertit. Po, patjetër. Atëherë, Ergen, ishte kënaqësi të kemi një intervistë nga New Yorku përmes videolinjës. Unë të dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në organizimin e koncertit. Arbesha, shumë faleminderit për intervistën. Neve do lidhemi prapë, domethënë kur t'jemi më afër koncertit, atëherë do kem shumë për të thënë, sepse do dijem shumë gjëra dhe nuk do të ketë ekskluzivitete që duhet t'i mbaj tani. Faleminderit shumë për ftesën, ju uroj një ditë të mbarë dhe shpresoj që koncerti të transmetohet edhe në Radio Televizion e Kosovës, tashin edhe ju në Kosovë se çfarë ne vërtet bëjmë këtej. Po. Faleminderit. Gjitha të mirat. Qeveria e Kosovës ka ndarë 50 milion euro për renovimin e plot të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, një projekt që synon modernizimin e një prej objekteve ikonike të kryeqytetit në kuadër të përgatitjeve për lojrat mesdhetare. Sipas autoriteteve, investimi përfshin rinovim total të objektit, përfshir edhe sallën e djegur, me qëllim funksionalizimin e tij të plot për nevojat e sportistëve, artistëve dhe të rinjve. Projekti realizohet në bazë të një marrëveshje me Bankën Evropiane për Investime, e cila ka mundësuar angazhimin e studiove projektuese për hartimin e projektit të rijetësimit të pallatit. Autoritetet kanë bërë të ditur se ekspertiza profesionale vendore dhe ndërkombëtare është përfshirë në këtë proces me synimin për të krijuar një model bashkëkohor për modernizimin dhe funksionalizimin e ndërtesës. Pas përfundimit të fazës së projektimit pritet të hapet rruga për nisjen e punimeve, ndërsa Pallati i Rinisë dhe Sporteve parashihet të ketrohet kyç gjatë lojrave mesdhetare dhe në zhvillimin afatgjat të jetës sportive dhe kulturore në Prishtinë. Galeria e Katedrales Prishtinës hap më 21 dhjetor në orën 18 ekspozitën e fundvitit me titull Mbi altarin e ngjyrave,
Pelegrinazhi i artit të fundvitit duke shënuar nisjen e sallonit të fundvitit. Ekspozita kuruar nga Skënder Boštrakaj dhe organizuar nga Këshilli Organizativ i përbërë nga Anton Krasniqi, Refki Gallopeni dhe Femi Hoxha synon të kthehet në një traditë të përvitshme kulturore. Ajo mbledh artist figurativ nga të gjitha treva shqiptare duke ofruar një pasqyrë të krimtarisë bashkohore në prag të mbylljes së vitit. Sipas organizatorëve, ngjarja është konceptuar si një pelegrinazh simbolik i artit, ku veprat shërbejnë si reflektime personale dhe kolektive mbi vitin që po përmbyllet dhe pritshmëritë për një fillim të ri. Ambienti sakral dhe kulturor i Galerisë së Katedrales i jep ekspozitës një dimension meditativ dhe përkujtimor. Salloni i fundvitit synon të krijojë një platformë të qëndrueshme takime mes artistëve, publikut dhe komunitetit kulturor, duke afirmuar Prishtinën si një qendër gjithnjë më aktive të artit bashkohor shqiptar. Ekspozita do të jetë e hapur për publikun në ditët në vije. Festivali Rock Jazz Fusion do të mbahet më 19 dhe 20 dhjetor 2025 në Prishtinë, duke sjellë 2 net muzikore të dedikuara bashkimit të rockut dhe jazzit në një platformë të përbashkët artistike. Festivali do të mbledhë në skenë artistë dhe formacione të ndryshme muzikore, duke ofruar një program që synon ndërthurjen e zhanreve dhe promovimin e skenës alternative dhe jazz në Kosovë. Organizatorët thonë se eventi synon të krijojë hapësirë për dialog muzikor dhe eksperimente bashkohore Rock and Jazz Fusion Festival, mbështetur nga Ministria e Kulturës. Aktiviteti pritet të tërheqë adhurues të muzikës live nga Prishtina dhe rajonit, duke e shndruar fundjavën e dhjetor në një pikë takim për rockun dhe jazzin në kryeqytet. Ceremonia e ndarjes së shpërblimeve Rexhai Suroi për gazetari dhe letërsi këtë vit do të ndahet më 22 dhjetor në Prishtinë. Ngjarja organizuar në emër të themeluesit Rexhai Suroi synon të nderojë kontributin e gazetarëve dhe shkrimtarëve për vitin 2025. Në kuadër të ceremonisë do të promovohet edhe libri Rrëfimi për kufijtë e luginës së Preshevës i autorit Skënder Latifi. Për të mos humbur asgjë, nga lajmet më të fundit na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtk-live.com. Të nderuar shikues, ne këtu përfundojmë magazinën Art Kultur. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim nesër.